Me ndërime është bërë varrimi ish asambleistit të Gjakovës Gentolloni, i cili në mbledhjen e tretë të asamblesë psoi një sulm masiv kardiak, përkundër ndihmës së parë e cila ju dha menjëherë nga mjekët prezent në sallë, nuk arriti të përballojë këtë sulm dhe ndroi jetë. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë një numër i madh i qytetarëve, familjarëve, miqve të ngushtë, kolegë të punës dhe anëtarë të asamblesë së bashku me kryetaren e komunës. Me organizim të komunës së Gjakovës, sot në ndërim të asambleistit Gentolloni është mbajtur mbledhje komemorative, ku janë shprehur dhimbje të shumta për humbjen e një personaliteti dinjitos, profesional dhe shumë të vjeshëm. Fjalën mërtore e ka mbajtur kryesuesi i asamblesë komunale Luan Gola, i cili foli me pietet për jetën dhe punën e tij prej asambleisti. Ai u shpreh i pikëlluar për ikjen kaq të hershme të Gentit, i cili ishte gjithmonë i gatshëm për të punuar dhe kontribuar në të mirën e komunës. Përkushtimi për të mirën, devotshmëria, guximi për të vepruar, humaniteti ishin disa nga virtytet që e karakterizonin personalitetin e Gentit. Genti, qysi i ri, do të përballej me sfida dhe vështirësi. Në rrethanet e krijuara familjare, Genti si ri do të fillonte të punonte për mbajtjen dhe kujdesin e familjes. Duke treguar përgjegjësinë, ndjen kjo që nuk i mungoi deri në momentet e fundit të jetës. I hapur, gjithmonë në disponim të ruajtur, shuaj për mendim pozitiv në raport me kolegët dhe të gjithë bashkëpunëtorët. Kryetaria Mimoza Kusari Lila në fjalën e saj theksoi se dje në mëngjes ishte gati e pamundur të mendonim se sot do të mblidheshim në mbledhjen komemorative për Gentin, i cili iku dhe na la pa e kërkuar as ndihmën më të vogël nga ne. Mori iniciativën të flasë ndër të parët, edhe pse nuk fliste ndër të parët. Dishi të thoshte fjalën e fundit që ti mos i mbes borxh askujt. Genti ishte i tillë, e nuk kërkonte, ai jepte nga vetja e tij. Sot, të pakt janë ata që japin, atë sa ishte i gatshëm të jepte Genti. Prej ditëve të para me Genti në politik, e kuptuam se ai pyeste çfarë mund të ndihmoj, jo se çfarë unë kam nga kjo punë. Ai ndihej i përmbushur, kishte familjen, kishte fëmijët, kishte miqët, dhe natyrisht çdo gjë që kishte arritur në jetë, kishte arritur me mundin e vet. Në gjithë këtë angazhim të tij ne nuk ja pam zemrën e Gentit, se ai mbante në vete të gjitha. Zemra e tij ngarkohej me atë se çfarë shihte përreth. Nuk na tregonte, por zihej për brenda. Ai na kurseu të gjithëve, por nuk e kurseu veten. Nga kolegët e punës foli përfaqësuesja e kompanisë IPCO Ardita Ramosaj. Sipas saj, kjo është detyra më e vështirë që ish dhënë deri më sot. Sot unë dhe të gjithë ne në IPCO e kemi shumë të vështirë, ti themi lamtonir njeriu i cili për shumë vite ishte pjesë e ekipit tonë. Njeriu i cili ishte modeli i shumicës prej nesër, ishte shembull i njeriu të përkushtuar, punëtor dhe njeri shumë familjar. Në mbledhje komemorative, në emër të Aleancës Kosova Re, ka mbajtur fjalë edhe Alit Tafashiku. Bashk filluam ta bëjmë ndryshimin, por ndryshimin më të madh e bëre ti dje, duke treguar se si vdiset i përkushtuar në shërbim të qytetarëve, me gojën plot duke thirrur zhvillimin, investitorët dhe të ardhmen që e braktisësh. Dhe në fund, në emër të familjes së shprehur Enver Ulloni, vllau i Gentit, i cili falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrje. Të nderuar zonja dhe zotërinj, miqtë të Gentit, më lejoni që në emër të familjes t'ju falenderoj për vizitat tuaja dhe fjalët e mira që na lecuan sadopak dhimbjen. Genti ka qenë djalë, vëlla, bashkëshort, prem me virtyte të larta, uroj që virtytet e tij të shërbejnë gjeneratat e tashme. Me përfundimin e mbledhjes komemorative në foajen e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi, janë bërë omazhe nga një numër i madh i qytetarëve. Indjeri Ulloni la pas vetes gruan Dafinën dhe dy fëmijët, Engji dhe Erindi.